Mëngjesin e së premtës, autobus me qytetare student serb nga Mitrovica e Veriut u nisën drejt Beogradit për t'i dalë në mbështetje presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, në prag të protestës masive të paralajmëruar për të shtunën. Disa prej tyre të mbledhur në parkun e Pionierit i thanë Radios Evropa e Lirë se gjenden aty për ta mbështetur Vučićin, që sipas tyre u qëndroi për herë për krah dhe se udhëtimi drejt Beogradit e bën vullnetarisht e pa presion. Por opozita serbe në Kosovë ka paralajmëruar se lista serbe po organizon serb nga Kosova për të krijuar mur njerëzor në mbrojtje të Vučićit nga revolucioni me ngjyra. E udhëtimi në Beograd për ta përkrahur Vučićin, disa qytetarë serb në Gračanic e kualifikuan të pakuptimt. Veç me shku me halaç, më botë pa djava me shku, s'kam me ato, me Vučićin, s'kam kur gjone me ato, edhe se interesant moj. Jo, është e keqe, por është keqe dhe të shkosh kundër Vučićit, a kupton? Unë nuk shkoj askund. Këtu kam qenë dhe kam punuar dhe tani jam në pension, nuk më intereson. Unë nuk shkoj askund. Këtu kam lindur, këtu do të mbetem. Faleminderit Beogradit, por këtu është zemra ime. Pati edhe prej atyre që dolën në përkrahje të studentëve e kundër opozitës në Serbi. E tash më duhet të flas ndryshe. Më vjen keq që po mbahen të tilla procese sepse në interes të vendit, në interes të shtetit, kjo nuk është në rregull. Unë jam për t'i mbështetur studentët nga se ata janë shpresa jonë, krenaria jonë, por jo edhe opozitën, jam kundër opozitës. Në listën serbe në presidencën e Serbisë nuk treguan për relin se kush qëndron prapa organizimit të shkuarjes së serbëve nga Kosova në Beograd. Në periudhën e zhvillimit të protestave antiqeveri në Serbi, në Mitrovicën e Veriut janë mbajtur disa herë tubime në mbështetje të studentëve që prej muajsh kanë protestuar në kërkim të llogaridhënies për vdekjen e 15 personave nga shembja e strehës në stacionin e porsarenovuar hekurudhor në Novi Sad. Protesta e së shtunës së 15 marsit në Beograd është paralajmëruar të jetë më e madhja deri më tani kundër qeverisë së Vučićit.